Ishte mirë. Jemi në temp ku përkujtohet një shqiptar, jemi në Guajarat të Indisë Perëndimore dhe këtu po përkujtohet një shqiptar i joni. Ditën kur ai u kurrizua governatori Guajaratit në Indi, la shprehjen e famshme, ju më lap besimin, unë nuk do të zhgënjej kurrë. Kjo tregon atë diferencën e madhe që kishin drejtuesit shqiptar të asaj kohe me drejtuesit shqiptar të sotëm që nuk bëjnë gjë tjetër vetëm zhgënjejnë dhe në përkëmbin popullin e vet. Ai quhej Koha Zufar. Koha Zufar ishte një shqiptar italian i lindur në shekullin e 16, në vitin 1505 në Otranto të Italisë. Ja ku jemi dhe këtu brenda në tempullin hindu, ku predikuesi po bën shërbesin fetare për vjetorin e ndarjes nga jeta të shqiptarit të famshëm që ishte governator i këtij vendi, që ishte Koha Zufari. Ai udhëhoqi këtë shtet të Indisë, që sot është rreth 60 milion banor. Ky shtet i Indisë, që është në pjesën veri perëndimore të Indisë, në kufi me Pakistanin dhe është mbi detin arabik. Këtu jemi brenda pra këtij tempulli hindu që quhet Mandir në gjuhën indiane. Për herë të parë një filmim i tillë brenda këtyre ambienteve, prandaj i falenderojmë së shumti ato që na bën të mundur. Vazhdon ceremonia lutjeve për shqiptarin Koha Zufar, i cili ishte governator pra i Guajaratit. Atë përkujton edhe këtu predikuesi, duke u lutur që shtëpiat e tij të jenë në parajs, edhe pasi kanë kaluar gati 500 vite nga momenti që ai udhëhiqte këtë shtet të Indisë. Është kaq shumë i nderuar sa që ato nuk e harrojnë kurrë që e shndërroi Guajaratin në shtetin më të zhvilluar të Indisë së saj kohe, duke çliruar nga kolonizatorët portugezë dhe duke i bërë ato që të jetonin të lirë dhe të këmbur. Ai këtu arriti që të bëhej governator i këtij shteti të Indisë Perëndimore, arriti që të mundte disa herë në mënyrë të vazhdueshme kolonizatorët portugezë dhe çliroi këtë vend nga pushtimi. Ja, ky është procesioni që bëhet për nder të tij për të kujtuar këtë shqiptar të madh që arriti të sundonte në Indinë e shekullit të 16. Koha Zufar quhej. Ishte nga Otranto, nga një familje arbëreshe shqiptare. Ai së bashku me ushtarët e tij arbror arriti të përsëriste një herë deri në Gujarat të Indisë që të vendoste sundimin e tij. Imagjinojmë se çfarë virtyti kanë shqiptarët, të cilët kanë arritur të komandojnë dhe të udhëheqin deri në Indinë e largët. Kjo ndodhi në shekullin e 16, ku ai në vitin 1535 u bë governator i Guajaratit dhe sundoi aty deri në ditët e fundit të jetës së tij. Ju përshëndes nga Guajarat e Indisë, miqtë.